Besimi krishter qëndron ose bie një pyetje të vetme. A u ringjall Jezusi nga të vdekurit? Të krishterët e parë predikuan ringjalljen në Jerusalem, në të njëjtin qytet ku Jezusi ishte kryqëzuar. Varri pretendohej se ishte bosh. Trupi mund të ishte paraqitur publikisht, por kjo nuk ndodhi kurrë. Dishepujt dëshmuan se e kishin parë Jezusin të gjallë. Ata ishin të gatshëm të vuanin, të përndiqeshin dhe të vdisnin për këtë dëshmi. Njerëzit donjëherë vdesin për gënjeshtra që i besojnë si të vërteta, por askush nuk vdes për diçka që e di se është e trilluar. Shpjegimet alternative, halucinacione masive, trupi vjedhur, krijim miti, nuk e shpjegojnë tërësinë. Ringjallja përkundrazi shpjegon pse një grup dishepujt të friksuar u zhndëruan në dëshmitar të guximshëm. Besimi krishter nuk bazohet në një ide, por në një pohim për realitetin. Perëndia e ringjalli Jezusin nga të vdekurit.